Qëfar ligjesh, mëre, qëfar kushtetote, qëfar gjykate, qëfar sistemi ka kjo Kosovë? E shkelin vetë ata që kanë miratu ligjet. Shkasht mëre puna ju e kështë. Te Fatmir Bacit ku i nis kështë. Që s'fa dje marë Bacit. Pasha besër, unë po kushnja për ty. Që shmara bore që uve pështë, kretat kontribut, që shpë hinzu s'kurtit. Pa ma mare bore se, parja nuk është gjithë shka mëre, ma mare bore me miqit vetën atë pozitë, se pasha besën marë është. Unë po kushnja për ty besa. E ti gjykat, a keni hastret këtë farë kurtin që s'pi kapni me arrestu, a shka ba puna ju, as po godzanja. A i keni mardhonjet të lidhën me ta, shka ba Allah. Qysh është ty? Po jep dërheqe, sot apet kërministër. Djedha dërheqe, sot kërministër po thët mbledhje. Edhe ata deputet tjerë, edhe ata ministrat, po të bëhen mbledhje. Shka në kja mërë Allah. Apo dani mi kalëzu botës kreqije për me hajvanat, a shka puna ju. Peleni, ju njerin, pesar në gore mardh me lu, me gjakun e derdhun, me lu me Kosovën, me lu me drejtsin, me lu me gjykatën, me lu gugjas që the kera mi Zladrovci. Kjo është me lu gugjas. Unë s'po mëj me kuptu. As po gudzani, as po dani, a ju ka ble me pare dha. Kja parja fasja zesi shka. Pasha besen, kur nuk shitët thyra për pare, edhe atë dhe ju. Na me të vërtet, jemi ra një kanal të hajvanotit me kesh bota me një. Po të isha në prokuror, ose në gjykat të Kosovës, unë ahfat si kësha dha këti. Pse dha, për këta që jenë për shtet, s'po vlega ligja, për qytetarë thjesht poa, kur këta e shkelin ligjin, e qytetarë thjesht, pse mës me shkel? Po të fkam i shkel tonë. Këtë dy sene jenë. Ose po tutni, mi kap, ose ju ka ble me pare. Vallahi s'ka ma more, bota për në shet, se më në pa bota që na ligjet i shkelëm vetë. Vetë për shtetarët i shkelin ligjet me dy kondë. Jena bon për keqardhe, me të ardhë keq, me tha veti shqiptar. Seriozisht për i thëmë. A i kuvend, ato institucione, jo në mush, me insekte sërbe, me mbeturinat sërbis, ju garantoj me jetë. E te Fatmir, mare për besë. Prej komandant Qeliku, komandant Krabza. Mare bre. Unë, për asë një qmim, nuk kisha bashkëpunu me Kurtin. Edhe po të ishte në pyetje jeta ime me dhonë, do e kisha dhonë dhe kur s'kisha bashkëpunu me atë proser. Nuk është mirë me i tradhëtu shokët luftetarë. Ti e din shumë mirë që e ke pas një respekt në popullin shqiptar si luftetar. E ke edhe i kretë, marë për besë marë. Nuk është dhënë me dalë, me kërku falje, me thonë, vallahi, me foli të pare shumë në një pozit kurtje, lak mova, po ju kërkoj falje se nuk e përkrahi, edhe mos me përkrah, për ndryshe, ki me ra shumë poshtë. Edhe nëse bëhat kjo qeveri, kultit le, kjo nuk është afat gjate, afat shkurte. Për disa muj, bjen. E të Fatmir tani, zdi, me cilin parti dë më shkua, që ka dë me bëha, që dë me thonë ti,
shokëve tu kur takohesh, që të me thashim thaqit të Kadri Veselit kur të vinë prej Haga, kanë marrë shumë shpejt. Diçka të me thonë të atyne. Dhe ti ja ki ftyrë për dalë për para më në burë. Ti me disa intervista kohë të fundit, je tërgu si e zgjuar i meqëm, po jo që besa. Këtë është në pyetje veç parja. Këtë është në pyetje veç pasoria dhe pasoria për aqara i ke njërës cytë. Dikuj së mund, se mu përbes, të thash, edhe me më koshzuj jetën sot me thonë, ose ki me bashkëpunu me levizjen vetë vendosje, ose ki mu pushkatu, unë pushkatimin e pranoj, pranimin me levizjen vetë vendosje dhe bashkëpunimin me ta jo kur. Unë ju përshëndes, juve fansat e mi, po presëm edhe pak, po këqyrëm, qka po bëhet, edhe dhe është zoti del baba i Kosovës, Hashim Thaçi, e i drejton senën se për ndryshe si kena punë të mirë. Ama heqë, kanë me na shpadë bota, populli ma hajvan në rozullin toksor, sepse nuk bën mi toleru të sene. Kur do qoftaj që edhe ligjin, arresto, bën në duk, drejt në burg. Mos më keq.